Hapet votimi në tërësi me elektronik. Donald Trump bëri paqe të përkohshme me socialistëve të Edi Ramës dhe demokratëve të Sali Berishës në kuvend, ku majoranca opozita u bën bashkë për t'i thënë po antarësimit të Shqipërisë si antar themelues në bordin e paqes të ideuar dhe drejtuar nga presidenti i SBA. Mbyllet votimi. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt ligji miratohet në tërësi. Me 110 vota pro, kuvendi miratoi në tërësi përfshirjen e Shqipërisë në organizmin e ri ndërkombëtar të drejtuar nga kreu i shtëpisë së bardhë dhe përcaktoi kryeministrin Edi Rama që mori ftesën si përfaqësues. Opozitarët refuzuan të bashkonin votat me socialistët për emrin e kryeministrit Rama në projekt ligj. Ne votojmë sot për marrëdhënien e Shqipërisë me aleatin ton strategjik dhe refuzojmë me neveri mënyrën se si kryeministri e përdor shtetin dhe aleatin ton strategjik si mburoj politike për interesa personale. Demokratët paraqitën 3 amendamente ku kërkohej përcaktimi i presidentit si përfaqësues i shtetit dhe heqjen e emrit të kryeministrit nga projekt ligji. Por ndërsa deputetët diskutonin në seancë të jashtëzakonshme, presidenti Begaj i dha kryeministrit Edi Rama plot fuqishmëri për të nënshkruar kartën e bordit të paqes. Majoranca ndërkohë dha përgjigjen me votë duke rrezuar propozimet e opozitës. 78 vota kundër. Gjatë debatit, palët politike tentuan të vënë njëra tjetrën në testin se kush është më pro-amerikan. Socialistët folën për ditë e votim historik, ndërsa demokratët akuzuan për përdorim për përfitime politike. Dhe patjetër, po, ne jemi pro antarësimit të Shqipërisë në bordin e paqes. Si do ta justifikoni ju që po shkelni jo vetëm procedurën, keni marrë komandën e ti, i duhet kjo propagandë sot. Ndryshe themi, ndryshe bëjmë, e pas kemi te i kaluar fazën e procedurës sepse na pas kanë ardhur amendamente. Por paqja politike ishte në fuqi vetëm për votimin e ftesës së Donald Trump, pasi për çështje të tjera nuk munguan nga akuzat tek ofendimet.